Kushdo që ka lule në shtëpi, dëshpërohet kur ajo nis të thahet. Kjo ndodh kur ju harroni që ta uisni atë në kohën e dur, apo e keni vendosur në një vend të papërshtatshëm. Por mos u shqetësoni. Ne do ju tregojmë një truk që kthen lulen tuaj të preferuar në gjendjen e mëparshme. Juve ju duhet një lëkurë bananeje, pak nga llumi i kafes, disa lëvosh gaveze, ujë dhe një blender. Bashkojini këta përbërës dhe kalojini në blender derisa të bëhet një masë homogjene. Pasi ta bëni masën, shpërndajeni rreth vazës së lules dhe ajo do të kthehet sërish siç ka qenë. Mos harroni këtë truk, sepse do ju duhet sa herë që lulja juaj nis të kuret apo të thahet.